Në qendër të Bogotas, kjo është një nga shtëpitë e bukura koloniale, tipike koloniale, por dhe me një histori shumë interesante. Nëse hyn, shive se sa e bukur është shtëpia, me kaldrëmin tipik kolonial të viteve 1600, është pjesa parë e hyrjes, brenda është patio, e cila të kujton shumë dhe shtëpitë shqiptare me oborre të brendshme tipike spanjolle. Në katin e dytë ngjitesh në këtë drejtim nga shkallët, ndërsa ky është oborri i brendshëm me katet e dyta që ne i quajmë pjesën e çardhakut dhe me bazenin që është këtu në mes. Bazen tipik që ne i kemi pasur. Më tutje vazhdon një pjesë e dytë e shtëpisë që ka një tjetër bazen, po këtu nuk lejohet të hy, dhe që është po ashtu vazhdimi i shtëpisë. Po pse është e rëndësishme kjo shtëpi? Ky është instituti ku redaktohen veprat e Gabriel Garcia Marquezit, fituesi i çmimit Nobel dhe njëri prej shkrimtarëve më të mëdhenj të shekullit 20 të gjithë planetit. Pra në këtë shtëpi koloniale spanjolle, sot në një farë mënyre buron ose merr rrugë pjesa më e rëndësishme e kulturës dhe letërsisë kolumbiane. Bogota, Kolombia.